Unë e lemrova qysh në fillim takimit tonë të orës 22, se në studio do t'jemi me zëvendës Ministrin e Financave, me zotin Alfred Rushaj. Zotin Rushaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe juve. Faleminderit për kohën. Duket se takimet e kryeministrit Sali Berisha me përfaqësues sipërmarrës të drejtë për drejtë të biznesit kanë gjallur shumë interes. Dhe duket sikur pyetjet nuk kanë mbaruar. Ka pasur një hallk që si thua mungonte në gjithë të sqarime, apo është një mundësi që për çdo kënd është për të shfrytzuar që të takoj kryeministrin dhe të pyes për çështje që lidhen me biznesin e tij? Po, nuk duhet habitemi shumë nga interesi, pasi në fund të ditës të takime janë shumë të hapura dhe qytetarët kanë parë gjithë këto vite, besoj unë, faktin që angazhimin ton real për të bërë gjëra në interes të tyre. Për këtë arsye e shohin si një mënyrë më të drejtë komunikimi, në mënyrë që qeveria t'i harmonizojë politikat e tyre e saj më mirë për Përpara se të kalojmë te disa nga premtimet konkrete të kryeministrit Sali Berisha, duket se pas çdo deklarate ka një grup pune që punon për to deklarata. Dhe do doja të dija se sa ndiqen në fakt gjithë këto probleme dhe gjithë këto shqetësime që mund të shfaqen në disa raste. Si operohet në fakt nëse Tani, unë ju siguri për diçka që jo vetëm ato çfarë thuhen në këto, sigurisht. Se si që thash, është një mënyrë për të marrë në mënyrë të drejtë për drejtë, themi, zërin dhe interesin e qytetarit dhe grupet interesit, por normalisht që qeveria ka dhe, themi, pjesën e saj funksionale, pra vetë organizohet në mënyrë që tjetë sa më pranë optimizimit të interesave ekonomik të vendit tërësi që përkthehet të qytetarit dhe biznesave. Kështu që jo vetëm që ndiqen, po ndiqen me një seriozitet shumë të madh, natyrisht sipas themi objektit punës, për shembull për sa i përket Ministrisë Financave, për çështjet që kanë bëjnë me politikat fiskale, harmonizimin e tyre, impaktin që do ketë, themi koston që do ketë në buxhet. Natyrisht që është një grup i tërë që punon tek Ministria e Financave, kryeministri ka zyrën e vetë këshilltarëve që merr gjithashtu me këtë punë. Kostos në buxhet i referohen në fakt vendimeve për reduktim të taksave? Janë një sër vendime që janë tashmë një pjesë e tyre janë materializuar, pra janë kthyer në ligj, kanë dalë vendimi i qeverisë, një pjesë e tyre janë në formën e projekt ligjive, një pjesë e tyre përse së shpejti të shkojnë për miratim në qeverinë. A mbetet dhe lehtësimi i taksave, zotë Rushaj, në këndvështrimin tuaj, elementi më kyç i cili e lehtëson një biznes? Në këndvështrimin tim, lehtësimi i barrës fiskale është një element shumë i rëndësishëm, jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm në lehtësimin e të bërit biznes. Por natyrisht nuk është i vetmi. Ka një sër, themi, çështje të tjera që gjithashtu kanë ndikimin e vetë jo të vogël. Harmonizimi i gjithë këtyre gjërave pastaj ul koston të bërit biznes dhe jep vendit një impuls ekonomik të caktuar. Çfarë janë këto gjëra? Pra përveç se thash ka një impakt jashtëzakonisht shumë të madh, së pari vullneti për të hapur ndaj biznesit. Së dyti shkurtimi apo reduktimi i burokracive është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm në të bërit biznes. Krijimi i një dialog me biznesin është gjithashtu i rëndësishëm në të bërit biznes. Ngritja e infrastrukturës të nevojshme që biznesi të aksesojë tregun është shumë i rëndësishëm për të bërë biznes. Nga ana tjetër, është shumë i rëndësishëm për të bërë biznes jo vetëm fokusimi, themi, i reduktimit taksave për biznesin, por edhe për krahun tjetër, atë të kërkesës, pra të konsumatorëve apo qytetarëve. Ndërthurja e gjithë këtyre, themi, elementve, besoj që është çelësi i sigurt për të pasur sukses në të bërin biznes. Çfarë nënkuptoni tamam kur i referoheni termit hapje ndaj biznesit? Fakti që biznesi në mënyrë direkte mund të jetë, themi, promotor i ideve të saj. Për shembull, këto takime që kryeministri bën janë një... Kanë gjeneruar dhe ide të reja. Kanë gjeneruar natyrisht ide të reja.
themi dialogimi në për forume ndërmjet administratës dhe biznesit, ngritja e këshillave ku biznesit të mund të jap inputet e veta. Ka një, themi, vështrimi me një sy pozitiv i propozimeve të biznesit, pavarësisht kostos fillestare që duket që mund të ketë për buxhetin, është në atë çfarë ne quaj hapje dhe shikim i drejtë i problematikës. Megjithatë, përveç gjenerimit të këtyre ideve, të cilat janë reflektuar dhe në media, besoj ka strategji të cilat mbeten konstante në raport me lëvizjet e mundshme të sistemit taksave. Çfarë mund të themi për këto strategji konstante? Cilat janë strategjitë tona konstante? Mbajtja e barrës të ulët për biznesin. Kjo ka qenë kryestrategjia jonë në këtë drejtim. Pastaj, në këtë mbajtje të barrës të ulët fiskale, natyrisht që sektor të ndryshëm, industri të ndryshme, kanë problematika të caktuara në raport me njëri tjetrin dhe kanë prodhime të caktuara në raport me njëri tjetrin për ekonominë e vendit. Këtu është domosdoshëm thithja e mendimit të drejt për drejt nga grupet e interesit. Prandaj është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme harmonizimi i këtyre gjërave. Tjetër, një strategji konstante është ulja e barrierave administrative për të bërë biznes. Kjo ka qenë gjithashtu pjesë E referoni shkurtimit burokracive dhe hapjes në një kohë sa më të shkurtër? Hapje në një kohë sa më të shkurtër, heqja e kontakteve ndërmjet administratës dhe biznesit në momentin kur merren lejet, heqin lejet, reduktimi në masë aplikimet online, në masë të madhe i lejeve dhe licencave të kërkuara për të bërë biznes, kur këto leje dhe licenca në fakt nuk kanë bëjnë me sigurinë, me gjëra tjera që i nevojiten, themi, i nevojin qytetarëve, por thjesht me një procedurë burokratike. Që është më rëndësishmja, krijimi i sistemeve. Ne besojmë që sistemet janë ato që në thelb reduktojnë burokracitë, sistemet janë ato që në thelb e bëjnë më të drejtë dhe më të ndershme situatën. Krijimi i aplikimeve online, heqja e diskrecionin që një administrator ka dorë, një përfaqësues i tatimeve, një përfaqësues i doganës, vendosja e sistemit në mënyrë që problematika të administrohet nga sistemi është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme në krijimin e klimit bërë biznes. Vetëm një sekondë, zoti Rushaj, pa u larguar shumë nga kjo pjesa e sistemit, pasi duket interesante edhe për ta sqaruar. Si është, po themi, thjeshtëzuar ky sistem apo si është forcuar në mënyrë që të jetë sa më efikas? Po, siç e shihni, siç besoj është thënë shumë herë, tashmë është reduktuar në marrim disa raste, për shembull tek administrata tatimore doganore, apo qendra kombëtare e licencimit, qendra kombëtare e regjistrimit. Është thjeshtësuar në mënyrë, themi, të pamat, të pakrahasueshme me asgjë përpara, kontakti drejt për drejt ndërmjet operatorëve ekonomik dhe administratorit. Sot ne funksionojmë kryesisht mbi bazën e one stop shop, pra dikush që do të marrë licencë nuk ka nevojë të sorollatet dyrëve të ministrisë, por dorëzon kërkesën tek qendra kombëtare e licencimit, e cila nga ana e saj pastaj organizon gjithë punën dhe harmonizon punën. Por ç'është më e rëndësishme, nuk është thjesht fakti që dikush vjen dhe dorëzon një letër dhe pastaj dikush tjetër merret me atë punë. Qytetarja nga ana vet ka një sistem të tërë kompjuterik në mënyrë që çdo njëri nga drejtuesit administratës të mund të shikojë në çfarë niveli është, në çfarë faze është. Tatimet nga natyra. Thuajse të gjithë bizneset tashmë e mesme bëjnë aplikimet në online, bëjnë deklarimet e tyre online dhe së fundi edhe pagesat e tyre online nga celulari i tyre. Të gjitha këto janë krijimi i sistemeve. Por ç'është më rëndësishme është gjithashtu edhe krijimi i sistemeve, kur them sisteme, domethënë ne referohemi nismave për të reduktuar diskrecionin e administratës. Nuk mundesh të themi ta bazosh të gjithë punën tate tek personi, tek një person. Apo duhet të ngresh sistem ku diskrecioni i këtij personi që ka dorë të vendosë sistemi sa të individi. Patjetër. Kjo nuk është thjesht një eksperiencë shqiptare, por duhet që individin ta pajisësh mjetet e tilla në mënyrë që themi diskrecioni i tij të mund të jetë i kuadratuar brenda ligjit. Është folur shpesh zoti Rushaj, megjithatë
ka zëra kritik të cilët mendojnë se ky sistemi taksave mund të reduktojë të ardhurat në buxhet dhe mbase në disa raste dhe mund të sjellë minuse për fuqinë ekonomike. Që do reduktoj taksat buxhet, pra që do ketë impakt në buxhet, kjo është diçka që është thënë dhe është kuantifikuar madje nga ana jonë. Por nuk jam dakord me faktin që do reduktoj të ardhurat në ekonomi. Ne besojmë që një reduktim, themi, i drejt për drejt, i 200 milion eurove, themi që mund të kenë gjithë të masat fiskale në buxhet, në fakt nuk janë pare humbur, janë pare që biznesi i ka në llogaritë veta dhe mund t'i përdor për investime. 200 milion euro të përdora për investime nga biznesi, ne gjykojmë që gjeneron më tepër punë, më tepër punësim, më tepër të ardhur për ekonominë e vendit. Pra, nuk mund ta shikosh buxhetin e shtetit si diçka të ndarë nga ekonomia e vendit. Sigurisht. Ne gjykojmë që ky reduktim i njëkohshëm, themi, i të ardhur në buxhetin e shtetit, në fakt i jep mundësi, i jep frymëmarrje shumë më tepër vetë biznesit për të shtuar investimet, dhe që është më rëndësishme për të rritur punësimet, që është gjë shumë. Këtu doja dilja në fakt e punësimi. A është kjo forma e drejt për drejt e cila shton rrit punësimin? Apo është një nga rritet punësimi. Punësimi rritet, themi, nga mundësia... Si do krijohen vendet e reja të punës për cilat flet kryeministri Berisha? Mundësia, natyrisht që kryeministri dhe i ka listuar dhe projekte konkrete dhe unë, themi, nuk po shkoj të përsëris, por filozofia jonë kush është. Punësimi rritet nga investimet që biznesi bën. Biznesi generatori kryesor i punësimit, biznesi privat. Natyrisht që edhe administrata ka pjesën e vet, qeveria ka pjesën e vet, por natyrisht biznesi privat është ai që është generatori kryesor i vendeve të punës. Këto vende pune hapen nga investimet. Investimet janë ato që duhen promovuar. Po të shikoni gjithë pjesën e strategjisë tonë në këto reduktim të taksash, është një strategji e menduar, e vënë, themi, në provë për vitesh, dhe që tashti po vazhdon të t'ja produktet e veta. Ne kemi hequr taksat mbi TVSH-n, kemi hequr TVSH-n mbi makineritë dhe pajisjet. Çfarë do të thotë? Do të thotë që kemi dhënë 20% më shumë të ardhura biznesit për të vazhduar investime që ai ka. Janë ndjerë këto rezultate të ky rast pra të keqe e TVSH-s? Neve kjo mas ka pak kohë që është në fuqi. Ka shumë pak kohë, po çfarë ne bëjmë është një program që është tërësisht realist dhe një politikë e provuar. Nuk është që bëjmë, themi, fantazira apo bëjmë prova mbi diçka kaq të rëndësishme. Ne kemi pas një mas paraprakën të drejtim, që ka qenë shtyrja e TVSH-s për makineritë dhe pajisjet. Kjo mas dhe ka dhënë jashtëzakonisht shumë impakt pozitiv për shtyrje 1 vjeçare, 2 vjeçare apo 3 vjeçare ku ishin në rast investimeve. Ka qenë një kërkesë e biznesit, që e cila është marrë në konsiderat. Ishte kjo se tu është ju çojë në këtë... Duke parë rezultatin jashtëzakonisht shumë pozitiv që patin investimi kjo mas, ne vazhduam me masën tjetër. Ulja e kostove të punës është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, kostoja e punës tek sipërmarrësi privat. Po të shikoni nga viti 2006 dhe këtej, ne kemi përgjysmuar taksën e punës të punëdhënësve. Nga 30% që paguonin mbi pagën bruto, sot paguajnë 15%. Ne kemi vazhduar ta shohim edhe më në kompleksitet të gjë. Nisëm për të reduktuar për ta bërë zero taksën e tatimit të ardhurave për pagat nga 0 deri në 30.000 lekë deri në 300.000 lekë të vjetra, shkon në këtë drejtim. Pra, ne jo vetëm që bëjmë të mundur që punonësit me këtë pagë të marrin praktikisht një pagë shtesë, falni mos më tepër në vit, por nga ana tjetër, ulim kostot e këtij sipërmarrësi privat për të rritur pagën apo për të marrë të punësuar të tjerë. Ne në vlerësojmë nga njëherë, ne kemi të qartë, nuk e vlerësojmë, por dua të them në vlerësohet nga njëherë ajo çfarë quhet nxitja apo produktiviteti i punëmarrësve. Ju e dini që sa më tepër t'ju rritet paga juve, aq më motivuar jeni për të punuar, apo jo? Nuk ka pse të jetë ndrysh edhe me punonësit. Një sipërmarrës privat varet një mas të mirë edhe nga motivimi dhe cilësia në punë e punonësve.
Dhe këtë më mirë se sa nëpërmjet pagës nuk mund ta arrijë. Çfarë ne kemi bërë është pikërisht kemi ndihmuar edhe në të fakt nëpërmjet rritjes së rrogave të punëmarrësve. Doja vetëm një koment tuaj për konsultimet që ju mund të keni pasur apo dhe që keni mbase në mënyrë konstante me institucionet ndërkombëtare financiare. Si shohin këto institucione, themi, vendimet e fundit për këto nivele taksash apo qoftë edhe për platforma tjera ekonomike? Sot të gjithë institucionet ndërkombëtare, madje FMN-ja ka filluar të vendosë si kryefjalë të saj rritjen ekonomike, sepse është e vetmja rritjen ekonomike dhe punësimit është e vetmja mënyrë që shikohet si antidoti kryesor antikrizë. Natyrisht që nuk mund të ketë një formulë të njëjtë për të gjitha vendet e kësaj bote. Por institucionet kombëtare, themi, vlerësimet i japin për ato çfarë kanë kaluar tashmë. Siç e thash, politika jonë e taksave të ulta nuk është diçka që ne po fillojmë ta zbatojmë tashti. Në këtë moment ne jemi duke vazhduar linjën tonë me këtë politikë. Çfarë është vlerësuar nga institucionet financiare dhe i referohem institucionet më të larta, organeve më të larta të FMN-s, në mënyrë taksative të qartë janë shprehur që masat reforma që ka ndërmarrë qeveria shqiptare kanë bërë të mundur që të kalohet me shumë sukses pjesa e krizë, themi ndikimi i krizës globale në Shqipëri dhe Shqipëria ka qenë ndër paktat vende që ka vazhduar gjatë kësaj krize të prodhojë rritje pozitive. Mund të themi që ka kaluar komplet faza e rrezikut? Jo, kjo është një krizë që do vazhdojë për shumë kohë tek partnerët tanë. Mos harroni që neve në masën 70% të shkëmbimeve tregtare, 80% shkëmbimeve tregtare kemi me vendet e Bashkimit Evropian. Po kaq themi pjesë e eksporteve tona shkojnë drejt Bashkimit Evropian. Ndaj dy partnerëve Italisë dhe Greqisë ne jemi në lidhje jashtëzakonisht shumë të ngushtë, themi, tregtare. Me Greqinë kam shtyhen kemi më shumë? Jo, me Italinë kemi më tepër, po. Italia është vendi partneri kryesor. Të dyja këto vende nuk është që ndodhen në fazën e tyre më të mirë dhe siç duket nga prognozat, kjo krizë do vazhdojë të ketë ndikim, themi, edhe për disa vite të tjera. Kjo na bën ne akoma, themi, më të vendosur që masat antikrizë të mund të merren në këtë moment dhe të vazhdohet me to. Në linjën e asaj çfarë kemi bërë, për çfarë arsye? Sepse rritja ekonomike, punësimi janë dy antitodët, dy ilaçet më të mira për të prodhuar, themi, rritje ekonomike. Është arsyeja pse taksa progresive mund të krijojë më pak vende pune për të njëjtën arsye pse taksa e ulët krijon më shumë vende pune, pra e kundërta e saj? Zoti Zeqo, çfarë do të thotë taksë progresive? Taksë progresive në fakt do të thotë besoj kanë kuptuar gjithë shqiptarët taksë progresive do të thotë taksë lartë. Po. Është një term elegant që përdor opozita për të thonë që ne do të rrisim taksat. Nuk ka në këtë moment veprim më të keq që mund të bësh për punësimin, pra në qoftë se ti do që ta ndalosh punësimin, vendos taksat larta. Siç thash, punësimi, investimet gjenerojnë punësim, po investimet nga vinë. Investimet vinë nga fitimet e kompanive, apo jo. Do që ta ndalosh investimin, do që të ndalosh punësimin, vendos taks lartë. Ato që pësoj referohet me termin elegant thash taks progresive. Taksa lartë është vrasë gjithashtu e produktivitetit në punë. Më thoni ju mua, pse duhet një sipërmarrës t'ju arrisë pagën juve, ndërkohë që ju nuk merrni asnjë lek nga rritja e pagës, po të gjitha i shkojnë buxhetit shtetit. Cili është motivimi juaj? Fakti që ju paguani më shumë, po s'merrni asnjë lek më shumë, a do t'i bënte më të motivuar në punë? Nuk besoj, apo jo. Për këtë arsye, ne gjykojmë që pikërisht kjo lloj mënyre taksimi është vrasë për investimet dhe për punësimet. Pa i referuar pastaj faktit që ne kemi investimet huaja shumë të rëndësishme dhe investitorë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme në vendin tonë.
kanë ardhur, një nga motive që ka ardhur, ka qenë pikërisht politika e taksave të ulta, e taksës shesht që ne kemi aplikuar. Pasi këto kanë ardhur dhe kanë bërë investime. Tu thua që du arris taksën. Po, çfarë mund ndodh? Po, gjëja parë tregosh, falni, tërësisht jo serioz ndaj investitorëve tuaj. Pra e humbet kredibilitetin Shqipëria ndaj kësaj. E dyta, këto që kanë bërë investimet janë këtu, por të rinj nuk besoj që do të vinë. E treta, produktiviteti këtyre investimeve do filloj të bie me shpejtësi. Pra, në gjykimin tim, nuk ka një mënyrë më të keqe për të prezentuar, se sa momentin që investitorët e huaj të kanë vlerësuar si gjë më pozitive një mënyrë taksimi, ti të thua që unë do të ndroj. Edhe pse duke vendosur një term elegant, si thash të taksë progresive, por është fakt të rritje taksash. Ju folët për një furim pozitive të rritjes së investimeve, por edhe të ecurisë në krimin e bizneseve. A keni informacion për bizneset cilat nuk e kanë pasur këtë fat, si është numri bizneseve cilat mund të kenë, po themi, falimentuar, apo që janë mbyllur gjatë aktivitetit tyre? Tani unë të statistikë për momentin nuk është që kam, por ajo çfarë, pra të them sa biznese janë mbyllur, sa janë hapur nuk kam, po unë ditë të them që krahasuar për shembull me vitin 2006 është dyfishuar thuajse numri bizneseve. Dhe kur them dyfishuar, kjo do të thotë që duke hequr atë daljen e bizneseve që mundet të jenë mbyllur, është përsëri është dyfishuar numri i tyre. Ka në gjykimin tim, falimenti, megjithëse ajo çfarë ne kemi është një numër shumë i vogël i kompanisë që shkojnë drejt likudimit dhe falimentit. Jo domosdoshmërisht kjo është gjë e mirë apo jo. Ekonomia e tregut, jo çdo kush që provon ekonominë e tregut do ketë fatin dhe mundësinë që të ecë përpara. Por, në total, ju e masni nëse është produktive apo jo, themi, ecuria e biznesit nga dy faktorë. E para, numri i bizneseve që kanë qenë një vit caktuar dhe sa janë bërë pas një periudhe të caktuar, dhe si është dyfishuar, dhe që është më rëndësishmja, xhiro e atyre. Xhiro e atyre gjithashtu është dyfishuar. Kjo tregon për një, themi, klim të shëndosh dhe biznes të shëndosh. Kur vjen puna për ekonominë, ka shumë pyetje që nuk mbarojnë asnjëherë, megjithatë faleminderit që ishit sonte në ABC. Ishte kënaqësi. Ndërkohë, ne nderuar dhe shikues, do të shohim dhe disa informacione të tjera përpara se të mbyllim këtë edicion informativ të orës 22, do të flasim për miratimin me konsensus dhe me shumicë votash në parlament të projektit Trans-Adriatic Pipeline, një nga projektet më të mëdha të energjetikës në vend, i cili do të jetë një investim shumë i rëndësishëm, por dhe do të sjellë krijimin e mira vendeve të punës.